Please. Yes, peace. Yes, peace. Peace for the better. Peace for the better. Sweet pass. Me pak fjalë që kjo është çka ka ndodhur në Venezuelë që një 35 vjet. Hugo Chavez është arrestuar në vitin 1992 si udhëhec i një grushtetit dështu. Në vitin 1994 ai u patfal nga presidenti i asoj kohe i Venezuelës. Popullata shete Chavezin si një patriot që po luftonte kundër regjimit vjetër dhe kundër korrupsionit që po lulëzonte. Prandaj, kur Chavez doli nga burgu, ishte shumë i popularizuar. Burgu din me kon trampolinë e mirë për politikonin. 4 vjet më vonë, ky revolucionar arriti mi fitu zgjedhjet në Venezuelë në mënyrë demokratike dhe me mbështetje masive popullore, mbi 50% votave të popullit. Chavez erdhi në pushtet duke etiketuar çdo gjë që ka ndodhur në Venezuelë para tij, prej vitit 1958 deri në vitin 1998, duke e konsideruar si Republika 4 ose demokracia punto fio. Premtimi i kyç i Chavezit është kon lufta kundër korrupsionit, shkatrimi i klasës vjetër politike, qellën edhe tjetrës. Konfiskimi i pasurisë në mënyrë të paligjshme që e kanë kriju ata hajnat e regjimit vjetër. Në zgjedhjet e para Chavez fitoi me një mbështetje prej gjitha shtresave shoqërore, pej të varfërve dhe jo të varfërve. Krejt e shishin një farë mesie. Bazuar në shkathësitë e tij retorike, populli besonte që më në fund u kishte ardhur mundësia me pas një lider që punon për popullin dhe që nuk i nënshtrohet të hujve, posaçërisht amerikanëve, sovranist. Fillimi i regjimit Chavezit u paduk i mbar. Rritja çmimit naftës në bursë në atë kohë i kishte mundësuar Chavezit me ndërtu skema të forta sociale. Ndërtoi banesa sociale, banesa për çifte të reja, shujta falas, shëndetësi falas, programe të edukimit falas, parajsa mbi tokë. Një pjesë e popullit po përfitonte shumat konsiderueshme të pareve të naftës pa bë kurrë. Prandaj edhe ishin shumë të kënaqur me këtë formë të re të qeverisjes Chavezit, i cili ai veten e quante Republika e Pest. Në vitin 2004, 6 vjet pas zgjedhjes parë, organizoi një referendum për largimin e Chavezit. 59% e popullit votuan kundër largimit të Chavezit. Pastaj në vitin 2006, Hugo Chavez e korri fitoren e tij historike me 62% vota. E shkatërroi opozitën. Në ndërkohë, partitë e themeluara në vitin 1958 gradualisht po shuheshin. Duket qesharake, për është shumë e vërtet. Ngoni çka ka ndodhur. Gjykata Supreme e Venezuelës, që ishte instrument në dorën e Maduros dhe Chavezit më herët, ka vendosur me vendim që partive të vjetra me ja u caktuar një bord që caktohet nga Gjykata Supreme, pra nga Maduro, që kjo është reformë e partive opozitare, jo si këta tonat. Do të gjykata me ja u caktuar. Që nga viti 1998 e deri para pak orëve, kur forcat speciale amerikane e arrestuan Maduron dhe bashkëshorten e tij të flajt në gjumë, narrativa standarde e këtij pushteti, le të themi bolivarian, është kon ose na, ose rikthehen hajnat e Republikës 4, rikthehet korrupsioni, rikthehen elitat, oligarkët, shkon sovraniteti. Mjaft ironike, edhe Venezuela ka pas probleme me fqiun verior. Tash 20 vjet, gjuha pushtetit ndaj mediave në Venezuelë është kon brutale, është kon e tmerrshme. Mediat opozitare janë mbyll, janë delegjitimu, janë akuzu që po marrin pare prej armikut. Në vitet e 70-ta, more men, e deri diku në vitet e 80-ta, në regjimin e vjetër të Venezuelës, Venezuela është kon vendi më i pasur në Amerikën Jugore. Venezuela gjatë këtyre 40 vjetëve u qeveris nga 2-3 parti që herë ka fitu njëna, herë ka fitu tjetra. Ka pas korrupsion,
ka pas skandale, si që ka e në vene tjera, ku ka demokraci, ku ka zgjedhje, ku ka rotacion pushtetit. Kur atje erdhin pushtet, le të themi kushtimisht për hatër të kontekstit, qeveria shpresës, ku ndihmat ishin arkitektura kryesore ekonomike e shtetit, filloi egzodi masiv. Këto janë të vërteta. Ndonë se munën mu dok si të përshtatme. Egzodi masiv merite Madurës. Nga Venezuela janë largu në 10 vitet e fundit 8 milion banor, për 30 sa i ka krejt. Në njëjtën kohë, shteti ka ndërtu mjete moderne kontrolli. Carnet de la Patria quhet një ID card, Carnet de la Patria, ID card që ta lëshon qeveria, le të themi karta atë dheut, që është një farqelsi ku posedusi i kartës regjistrohet dhe i pranon gjitha beneficionet sociale. Pra është një farloj karte e lojalitetit ndaj qeveris e veshën me një emën patriotik. Posedusit e kësaj karte, kur e kanë kry procesin e votimit, kanë shku e kanë skanu kartën do tenda që i kalon qeveria që ati ofër, edhe i kanë morë ndihmat. Pra, na këtu jena vesh një hap largë qësoj. Pushteti aktual edhe matutje po besën që ai që i merë ndihmat e qetë edhe votën. Pra, nuk ka nevojë në këtë fazë me lëshu edhe një kartë. Apo kuptomi? Regjimet e këtilla nuk mbohen kam vetveteu ose veç me ndihma. Pra pa tëre qëndrën gjithashtu një aparati fort i dhunës, qësho policia, ushtria dhe inteligjenca. Maduro thështe që këtë aparat të forcës e kishte rrit për mju kundërvu forcave të jashtme, ama sot forcat e jashtme, ato e kapen sikur qenë të i flajt në gjëmë. Qartazi, këto forca, ai i ka përdor veç kundër opozitës, edhe kundër medjave e jo kundër armikut verior. Sot presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se Amerika ka kryer një operacion Venezuelë, ku Maduro dhe bashkëshortja e tij janë kap edhe çush e tha sekretari i shtetit të Amerikës pritet me u gjyku në Amerikë. Maduro akuzohet që në mënyrë të qëllimshme ka leju trafik drogës në Amerikë, e gjithashtu akuzohet që për shkak të ikjes masive të popullatës pe Venezuelës po destabilizohen shtetet në atë pjesë të botës, sepse po shkon fluksi i madh i refugjatëve. Bile thuhet që edhe i ka qelë dyrët e burgjeve, këtë burgosnit po dalin. Venezuela është shteti me mas shumë të rezervat naftës në botë, me rreth 300 miliard barela. Po as kjo nuk i ka mjaftu këtij shteti që me u zhvillu. I ka mjaftu me i moj gjallë fukaron. Venezuela, në Chavezin dhe Maduron, ka pas raportet të këqija me Bashkimin Evropian e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse e ka pas kriju viteve të fundit një farloj vasaliteti ndaj Rusisë dhe Kinës e posaçërisht ndaj Kinës, e cila e ka ndihmuar me miliarda euro. Mjaft interesant, ndoshta rasi, mbron Maduro, pak para se me u lidh, e ka prit në zyre një përfaqësues special të presidentit Kinës, të presidentit Xi, o kon aty. Me gjas, radha është e Iranit. Edhe atje tash e 40 vjet, është një regjim që ka ardhur në pushtet, të i thonë për u luftojmë një elit të korruptume që po japin gjakun popullit. Çdo ngjashmëri me zhvillimeve në botë edhe që ka ndodhur në vendin tonë, merren një si rastësi, ama janë do situata politike ku populli gjendet në as opozite që pa ndërhyrje nga jashtë është vështirë me i rrëzu këta njerëz për pushtetit. Kjo me Madurin është rasti tipik, edhe me Iranin është rasti tjetër tipik. Sponsorët e misionit tem janë Jus Kosova, është Kafe Pavin, Riga Farm, kompania më e madhe farmaceutike në Republikë Kosovës, është edhe Buzhala Estate.